Kam lexuar shpesh komunikata, por i kam konsideruar më shumë një përpjekje për ta bërë UÇK-n më të rëndësishme. Nuk ka pasur batalione, brigada apo njësi në UÇK. Nuk kam qenë në dijeni të ketë pasur ndonjë kërcënim fizik, por e di që ka qenë kjo, ka pas presion ideologjik. Edhe i Madeleine Albright e ka kërcënuar Hashim Thaqin. E ka kërcënuar dhe i ka thënë, po nuk në shkrove, po i le njerëzit të pambrojtur nga serbët. Kërcënimet nuk kanë qenë fizike, kam lexuar shpesh komunikata, por i kam konsideruar më shumë një përpjekje për ta bërë UÇK-n më të rëndësishme nga ç'ishte në realitet. Për mua nuk ishin asgjë përveç se manipulime. Edhe nëse do t'i kem parë komunikime të tilla, sidomos duke pasur dhe praninë e koleges nga SBA-ja, këtu nuk do kisha në gjendje të komunikoja. A keni parë komunikime mes batalioneve? I should say. Më duhet bëj një përjashtim këtu. No such things as Me sa pash unë, nuk ka pasur batalione, brigada apo njësi në UÇK. Nuk besoj se ka ekzistuar nga pikpamja ushtarake ky lloj organizimi. Dhe nga ato që kam parë unë, asnjëherë nuk më çoi të mendoja që ekzistonin struktura të tilla. Mund të kem parë gjëra për UÇK-n që mund të diskutoj, por mund t'ju them që s'kam parë asgjë që përshkruan batalione, brigada, njësi, siç duhet të jenë, si rregull në divizione në ushtri apo në regjimente, që kemi parë ne në perëndim, apo çfarë konsiderojmë ne një strukturë formale. Në dijenin tonë nuk ka ekzistuar diçka e tillë. Jo, nuk kam qenë në dijeni të ketë pasur ndonjë kërcënim fizik, por e di që ka qenë kjo, ka pas presion ideologjik pro ose kundër pavarësisë. Sepse kjo ishte kryesore për lëvizjen. Kjo ishte kryesore për lëvizjen gjatë luftës. Kështu që edhe i Madeleine Albright e ka kërcënuar Hashim Thaqin. E ka kërcënuar dhe i ka thënë, po nuk në shkrove, po i le njerëzit të pambrojtur nga serbët. Dhe sigurisht më pas gjova që është kërcënuar dhe zoti Demaçi, që ishte personi kryesor, dhe unë doa të shtoj diçka këtu. Dje më bët shumë pyetje për zotin Demaçi, dhe unë nuk u përgjigj për diçka të rëndësishme. Ky ishte një person me status në lëvizjen e tyre. Ky është ekuivalenti i Nelson Mandelës madje, që ishte burgosur për shumë vite dhe kishte një pushtet moral të jashtëzakonshëm ndaj lëvizjes për çlirim. Pra, kërcënimet nuk kanë qenë fizike,